Ta po mënome me spjegun pika shkurta për njerëz të thjesht se qysh falet kë saleh. Një musliman, namaz si saleh tjera, do të me pas vudu, drejtohesh prej kibles edhe qohesh me fal. Kur qohesh me fal këtë saleh ti e ki veç njetin për me fal këtë saleh. Ky falet edhe në raste tjera kur ka argumentet mëdhaja të Allahut Azza wa Jall, ki qef me fal, atëre këshire këtë vit do të besoj që ki me fal shumë let me lejen në Allahut Azza wa Jall. E para, ky saleh është mirë më fal me xhamat, po në qoftë se e fal vetën, ban me fal vetën. Në rregull është. E dyta, këtë saleh ban me fal edhe burrat edhe gratë. Domethënë, edhe në qoftë se gratë marrin pjesë në këtë saleh, është në rregull. Në qoftë se marrin pjesë me xhamat, është në rregull. Në qoftë se falen të shtëpia me familjen e tyre, është në rregull. Në qoftë se falen gratë edhe burrat vet, krejt është në rregull çdo që e falni. Çish falet ky saleh? Janë 2 rekate musliman. Mirë po janë pak më ndryshe prej 2 rekateve që i falëm normal. Mirë po në qoftë se dikush i fal për një meve si 2 rekate, në rregull ka boher me lejen e Allahut Azza wa Jall. Në qoftë se dikush për shembull shkon te një xhami, edhe imami fal më ndryshe se çysh i kena kallzu, në rregull është pasojë imamin. Na përkallzojmë këtë formën që është më e përhapne edhe më e bazuar me lejen e Allahut Azza wa Jall. E merr tekbirin fillestar dhe thu Allahu Akbar. Kur ka thënë Allahu Akbar, i lidh duart, edhe lexon subhanekun, edhe lexon elhamdulillah deri në fund. Pastaj e lexon një sure të gjatë. Në qoftë se jetu fal me imami e din, e lexon, nuk ki nevojë më lodh për këtë punë, për shkak se ai e din veç edhe e lexon një sure të gjatë. Mirë po në qoftë se jetu fal vetën, atëherë zgjidh surën më të gjatë që e din. Mirë po në qoftë se nuk din sure të gjata dhe jetu fal vetën, atëherë lexoj suret që i din. Për shembull i din 10 suret e fundit, lexoj 10 suret e fundit. Çka do që dim pe Kuranit, lexoje mas elhamdulillahi rabbil alamin. Do të thënë elhamdulillahin edhe suret që e din më të gjatën. Pastaj thu Allahu Akbar edhe shkon në ruku. Kur shkosh në ruku, e zgjat rukun. Sa të mundesh. Sa ki mundësi zgjate. Në qoftë se thu deri 100 herë subhana rabbil azim, në rregull që je. Do të thonë sa gjatë që ban, aq më mirë. Pastaj ngritesh pe rukus. Semi Allahu liman hamida. Ngritesh pe rukus. Tash kujdes. Kur të ngritesh pe rukus, mos shka në sejdë. Mirë po lidhi duart edhe një herë. Edhe lexoje elhamdulillahi rabbil alamin edhe një sure të gjatë, pak më të shkurt se e para. Qartë? Do të thënë, pi bjen 2 herë me lexoje elhamdulillahin edhe 2 herë mas elhamdulillahit me lexu sure. Pastaj kur e kryen këta, të dytën thua pet Allahu Akbar edhe bjen në ruku. Ka dale. Ky saleh nuk është për mugut. Allahu Akbar edhe bjen në ruku. Kur të bësh në ruku, e ban përsëri rukun e gjatë. Mirë po pak më shkurt se e para. Do të thënë, sot do që thu vetëm se let është pak më e shkurt se sa e para. Po edhe nëse është e gjatë se e para, nuk ka të keqe. Koha e të qëndrimit në ruku. Pastaj ngritesh. Semi Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, cilën do që thu edhe bjen në sejdë. Allahu Akbar. Kur të bësh në sejdë, sejdja duhet me kanë e gjatë musliman. Sikur që shke qëndrimin kam i gjatë, rukuja e gjatë, edhe sejdja është me e gjatë se sa normal. Shkon normal në sejdë edhe e ban sejdën e gjatë. Sa do që ki mundësi me thanë, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, shumë herë. Sa ki mundësi. Varet prej moshës, prej fuqisë, prej vaktit që ki, edhe pastaj thu Allahu Akbar. Edhe ngritesh në mes 2 sejdëve. Këta mos e zgjat shumë. Këtu nuk ka argument shumë e zgjat. Në mes 2 sejdëve rrin si gjithë në salë që rrin mes 2 sejdëve, edhe shkon përsëri në sejdën e dytë. Allahu Akbar. Edhe thua pet subhana rabbil a'la. Thu subhana rabbil a'la. Sa ki mundsi lijohet më lut me madhru Allahun Azza wa Jall, me lut Allahun Azza wa Jall me na rujt, për shkak se çdo argument i tillë është prej Allahut Azza wa Jall. Pastaj ngritesh Allahu Akbar, edhe ngritesh në rekatën e dytë. Në rekatën e dytë e lexon përsëri elhamdulillahi rabbil alamin, pastaj e lexon një sure të gjatë.
Pastaj thu, sikur në rekatin e parë, Allahu Akbar, edhe bjen ruku. Rukuja gjithmonë me kanë e gjatë. Allahu Akbar edhe bjen ruku. Edhe e zgjat rukun. Pastaj semi Allahu liman hamida, edhe nuk bjen përsëri lidhurt, sikur në rekatin e parë që ke vepru. Edhe lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin, edhe në sure, edhe bjen në ruku. Allahu Akbar. Si në rekatin e parë bjen në ruku. Allahu Akbar. Subhana Rabbil Azim, sa ki mundësi. Vetëm le të është pak më e shkurt se sa ato të tjerat. Pastaj semi Allahu liman hamida, edhe shkon në dy sejdet, na nuk pi përsëritëm tash, për shkak se ngjashme sikur të parat, edhe ungjesh në uljen e fundit. Kur ulesh në uljen e fundit, e thua tahiyatin, salavatës, sigjda, salat tjetër, edhe jep selam, edhe me kaq kryhet ky salat. Mirë po, nëse u kry salat, edhe hala është të vrejt hana ose dielli, që thamë është salat e njëjtë, atëre ba dhikr, lutë Allahun Azza wa Jall, ba dua, lutë madhru Allahun Azza wa Jall, lutë Allahun Azza wa Jall, falendero Allahun Azza wa Jall. Nëse ki farë mundësia, jep sadaka, ba diçka prej veprave të hajrit, derisa të kryhet me lejen e Allahut Azza wa Jall. Për fund, para këtij salat nuk ka hutbe, nuk ka ligjërat. Mirë po nëse një imam e mban një këshill të shkurt, nuk ka të keqen ta, ai çka është përcjell pe Rasulit alayhis salam, është përcjell se Rasulullah alayhis salam ka mbajt një ligjërat shkurt, edhe ju ka thënë që kjo që përsheni me diellin ose në këtë rast me hanën që kemi pa, kjo nuk ndodh pse ka vdek dikush. Mirë po kjo është argument për argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Puna ka se në këtë rast i ka vdek Rasulit alayhis salam djali i tina, Ibrahimi. Edhe për shkak njerëzit kanë filluar me folë që kjo tash i ka ndodhur për shkak se ka vdek një njeri i veçantë. Tani Rasulullah alayhis salam ka thënë jo, kjo nuk ka ndodhur, për ata kjo është vetëm argument për argumenteve të Allahut Azza wa Jall. Kështu që nëse dikush e merr këto si argumente dhe më mbajt një këshill të shkurt për muslimanët, është në rregull me lejen e Allahut Azza wa Jall, s'ka kurrë të keqe, po nëse fal veten këtë formë të shtëpia, Allahu Azza wa Jall na lehtësoft, e na bëj për atyre që e madhrojmë Allahun Azza wa Jall, e na bëj për atyre që e falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall ju shpërblet për përkrahje. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.